urime Vllaznisë për arritjen e këtij objektivi si fillim, sepse vetëm ka bërë gjysmën e punës, ka dhe një ndeshje tjetër që të fitojë dhe të shpallet kampion. Ne kam thënë herë tjetër, shpresoj shumë dhe uroj që Vllaznia të shpallet kampion në këtë sezon. Sigurisht që ka pasur dhe një kampionat pak a shumë me ato vështirësitë e veta dhe me oscilacionet e veta, por sot ishte më pak më favorizuar se kundërshtari, se luante për të dy rezultatet, por në fushën lojës të tregoi që nuk ju nevojit ajo avantazhi, arriti ta fitonte ndeshjen brenda 90 minutave me merit. Edhe besoj që sot ekipi më i mirë ishte Vllaznia se sa Dinamo. Nxjerrim pak edhe informacion nga regjia, formacion e Shkodrës dhe Dinamos që kishim. Arjan Shukniqi, origjina jote dihet, prandaj dhe qëllimi si shkodran. Prandaj jedhen sot në studio. Unë edhe kam qenë një herë tjetër këtu në studion tënde për jubileun e Vllaznisë. Po. Edhe që atëherë dhe këto talleshin këto tjerët që unë besoj që Shkodra do dali kampion. Edhe sot po jam shumë i sigurt që këtë kampionat si vjen dhe me Shkodra. Shiko, është shumë mirë që ta marrë Shkodra. Po pse mos ta marrë edhe Ignati, mos ta marrë edhe Partizani? Pse tani duhet ta marrë Shkodra? Dakor. Edhe unë them, këtë pyetje po bëj për tifozët e Partizanit dhe të Ignatiës. Është një qytet i cili jeton me sportin dhe me artin. Nëse i heq njërin nga këto të dyja, domethënë kështu i trishton. Po ndoshta me që erdhi deri në këtë fazë, mendoj që është menduar mirë edhe nga futbollistët, nga trajneri, nga klubi me sportimin, që ato do ta marrin si vjet. Edhe do jetë një nga ditët më të bukura, sepse u bë shumë kohë që s'ka marrë Shkodra. Stadiumi do jetë plot në finale? Do shpërthejmë. Do vinë nga Shkodra, si diskutohet. Bicikleta, dikur kam pasur me bicikleta. Dhe me bicikleta do vinë. Domethënë, aq që shumë mirë zoket edhe sot. Shumica e tifozëve nga Shkodra ishin, si ishin nga Okej, Mehmeti, të shkojmë që një pritej kjo fitore Vllaznisë, si e pen në fushën e lojës? Mendoj që Vllaznia interpretoi shumë mirë 45 minutat e para dhe unë dua të citoj edhe një fakt që ka dy faktorë kryesor në futbollin shqiptar Vllaznia, që t'jep kënaqësinë për tifozërinë që ka, por dhe për elementet e ri që prodhon. Ajo është një fabrik futbollistësh, kemi të pretendosh kampionatin me një portier Jukaj që është Ja shikoj, Jukaj, Gurishta, Repa, Stojanovic, Jago, Krymi, Qato, Deliu, Mala, Gruda, Balaj. Ka shumë shqiptar në formacion e Vllaznisë, sa ka duaj? është një ndërthurje shumë e mirë e elementit ri me eksperiencë që është Krymi, Gurishta, Balaj, që është flamuri asaj skuadre dhe besoj se është një skuadër që ka vite që është në këto nivele Vllaznia dhe i ka shkuar shumë afër kampionatit dhe besoj se meriton jo vetë për vetë faktin për këto dy faktorë që thash që prodhon futbollist, por dhe është një tifozëri që e meriton kampionatin. Sa ka ndikuar Dinamo që arriti të fitoj Kupën e Shqipërisë deri me kohën shtesë? Shika, po të referohemi nga ana fizike, natyrisht, domethënë brenda 3 ditëve, 2 ndeshje shumë të forta, ndikojnë fizikisht, po edhe nga ana psikologjike dhe nga ana emocionale. Kurse ndeshja sotme, mendoj që fitoi eksperjenca. Po të shikosh Balaj, ishte i qetë, ishte i ftohtë ke penaltit, pavarësisht vendosjeve mendoj të gabuara të mbrojtësave të Dinamos, u bën 2 penalti, cilat domethënë dhe mund të evitoheshin, por ajo që bëri Vllaznia u tregoi kujdesshme, sulmoi që në fillim që të krijonte avantazhin, që mos ta merrte ndeshjen me një barazim, domethënë që të kualifikojë. Kurse në aspekti pasaj të pjesës tjetër, mendoj që Dinamo pjesën e dytë prodhoi lojë, mbas pjesës parë rriti ritmin, por ajo që ishte me kryesorja nuk arrit në ata anë emocionale ose në ata anë psikologjike që ta vriste ndeshjen. Pjesa tjetër që mendoj që është më kryesore ke kjo skuadër, ke Vllaznia, ka diçka shumë të veçantë. E veçantë e Vllaznisë që vertikalizimi i skuadrës me balën në krye i krijon shumë hapësirë skuadrave në mbrojtje dhe ajo shënon. Kurse në aspektin mbrojtjes, po të shikosh golin e parë, golin që shënoi Dinamo, ka prap probleme në vendosje. Në ndeshjen që do vitrallës, kaloi një objektiv shumë të mirë. Mirë, do shkojmë atje, do ngelemi këtu. Ta them diçka se dëgjova tipo në ndeshjen e rradhës që do vi, duhet parë ndeshja e ditës nesërme dhe Vllaznia duhet të jetë e kujdesshme sepse finalja nuk luhet, por fitohet. Qartë. Leda, lu me Tiranën apo je shkodrane? Si e përjeton këtë biletën e madhe që ka marrë Vllaznia për në finale?
Të them të drejtën, më bëhet qefi duke parë faktin që Vllaznia gjithmonë edhe vazhdon dhe është në rritje dhe në ngritje dhe duke parë që ka dhe një grup të konsoliduar, jo vetëm në anën e futbollit, por në të gjithë anën të sportit dhe gjej rastin t'i them urime dhe besoj që është një fitore më së merituar dhe urime dhe në ndeshjen tjetër. Okej, njefta të Vllaznisë? Se ju sportit një lloj në volejboll. Ne sportit gjithë Njef ekipin? Kush është më nga ata që ja vlen, që është lojtar, super lojtar? Qa me në? Besoj Gurishta dhe Balej. Gurishta dhe Balej. Nga shtyllat kryesore të ekipit, po. Fatjo Baze? Po, pa diskutim që sot fitoj skuadra më e mirë në fushë, pra që ishte Vllaznia, si që tha dhe nga gjithë të ftuarit, përgëzime e ekipit Vllaznisë, por sidomos tifozave shkodran, të cilët sot edhe pse ndeshja luaj në kryeqytet, ishin ata që i kishin mbushur arenën kombëtare më shumë se tifozët e Dinamos që ishin pothuajse vendas në këtë ndeshje të parë. Ajo që pashun në këtë duel ishte fakti që pash një skuadër si Dinamo që ishte e vetkënaqur. Fitimi i trofeut të Kupës së Shqipërisë më duk sigur lojtarët e kishin arritur atë objektivin e tyre për këtë sezon dhe nuk i pash aq shumë të motivuar për të bërë akoma dhe më shumë për të arritur fazën e finalet. Ndërkohë mëson ka përplasje verbale në korridorët e dhomave të zhveshjeve të stadiumit, me informojnë në këtë korale logjike. Në fund të sfidës pati një debat nga ana e trajnerit Ilir Daja me gjyqtarët e ndeshjes, duke u përleshur, do të tentoj të përleshe verbalisht me ta, po u ndal nga djali i tij që është zëvendës trajneri i ekipit Dinamos, edhe në kthim duke shkuar në dhomat e zhveshjeve, pati një duartërkitje ironike në drejtim të tifozëve shkodran, edhe aty pati një përplasje. Kishte drejt Daja apo jo? Kjo është pyetja. Daja ka konstatuar ka qenë i pa kënaqur gjatë ndeshjes me arbitrimin. Gjatë momentit kur arbitri kryesor dha penaltit, në penaltinë e dytë Daja u interesuar me njëherë se kush është gjyqtari që është në VAR, pa me njëherë shfaqet të... Ishin penaltit, që mendimi keni për gjithë panelin? Në syrin tim ishin korrekte. Arbitri tha dhe më përpara penalti për Dinamo që anulloi VAR-i. Kështu që po të shikosh nga këndvështrimi i arbitrit, ishe afër, mendoj që ishin penalti. Ishin penalti. Më thonë të që në telefon që... Qa të thonë? Pyte që moderatorin, ku prijen biletat e finales. Ti ju në i vendi ku merren biletat? Për Vllaznisë janë shkodran që jetojnë këtu. Që jetojnë në Tiranë. Që jetojnë në Tiranë. Do me të do mobilizohet stadiumi çdo gjesh. Do shohësh ti, por si në San Siro do bëhet. Shkodranët për sport... Nuk e di çfarë dashurie të madhe kanë. Për sport dhe bërarë do bëjnë çdo gjë. Sot mendoj që duhet ishin më shumë në stadion Shkodran. Duhet kishe më shumë Shkodran në stadion. Nuk ishin jo shumë besues që mund të ishte ky rezultat. Se kanë ardhur, por në finalet ishte sigurt. Jam dakord, po gjithë kampionatin kanë që ble biletën që nesër. Jam dakord, po Vllaznia ka qenë gjithë vitin në vend 2 doli, kështu që mendoj që është një bonus i mirë për Vllaznin. Pak në finale ata tiketat e numrin e madh të tifozëve, sepse Final Fouri një nga arsyet kryesore që është përfolur ky Final Fouri jashtë quajtur. Që një qytet i tërë tani jeton, domethënë ato të gjithë fillojnë që nga sot shohin ëndrën. Po pa diskutim, unë besoj që ëndra do i dalë. Pa diskutim, unë shpresoj shumë që stadiumit e plot, pasi Final Fouri, një nga arsyet kryesore që kishte ishte që do thithte një numër të madh tifozësh. Gjysmë finalja e parë sot tregoi që në stadium nuk është se kishte as 10.000 veta nuk i kalonte, ishte një numër më i pakët. Pra deri në këto momente asnjë rezultat nuk ka dhënë kjo lloj skeme. Shpresojmë që në finale ketë një numër... Po doli Partizani me Vllaznin do ketë goxha prurje. Shpresojmë ti dhe ti pasi... Se po doli... është vërtetë një numër... Ai që po largon tifozët është çmimi i biletave. Janë çmime të çmendur që vetëm finale herë që të mbuqet i stadion na ka marr malli, shohim njerëz tulorazin, krijohet një spektakël, po tash në fund fare sporti është spektakël, kush e organizon ndish? Federata Shqiptare e Futbollit. Final Fourin e ka në menaxhim. Po ta organizonin nga klubit, mund ta bënin edhe me falas atë biletën se faktikisht
kjo është ajo, do të fundi që merren, do të thotë që i ndahet se do bëhet. Kosto ajo, se do udhtojnë ata. patjetër, Do do ushqen, ushqen, i duhen në bidon ujë, kuptoni, duhen dhe biletat e stadiumit. Edhe kanë se shumë. Çfarë është Shkodranës që bërtasin ai shumë? Që do bëhet, do të marrë dhe pensionet njerëzit, kanë marrë dhe rrogat, do i kenë se lek në gjë. Ariano, çfarë janë Shkodranës para që kanë atë zërin kështu në stadiume? Çfarë ushqimi? Specialitet, thotë po, kanë dy dhe të ëmblën, për të ëmblën kanë agjimakulle. Çfarë është kjo? Agjimakulle. Çfarë është? Ne Një shpjegoj. super ëmbëlsirë. Po? Po që do shumë mund, kurse pastaj për të ardhur në formë, krap. Ja si tifoz në Liverpooli, se kanë zërin në stadium, nuk mbaren kur... Po i fusin dhe në i vezë, kuq vezë para se të vjen. Okej,